Kjo s'ka të bëj asgjë, do më thonë, këto çështjet e të hyrave vetanake nuk kanë bëj asgjë me çështjen e buxhetit i cili ka shku në parlament. E dini ju vetë që ajo ka qenë vetëm një lojë politike, prandaj vazhdojnë me lojra politike. Të hyrat vetanake të kryeqytetit bllokohen, po them, tashmë 11 muaj dhe nuk kanë asnjë lidhje me çka ndodh në parlament. Ne jemi qeverisje lokale me të drejta ligjore, me të drejta në buxhetin ton, me të hyra vetanake, pra janë fondet tona. Janë sikur ty, për shembull, paret që i ki në bankë, një zyrtar i bankës me thonë jo s'po t'i japi. E njëjta. Më thonë janë aty, veç s'po na lëshojnë. Edhe kjo po e pamundson edhe shërbimet në gjithë kryeqytetin. Pra i kemi shërbimet e transportit urban, të cilat tash kompanitë edhe private, edhe të transportit urban publik, që janë të papaguara me muajt të tanë. Pra tash edhe kanë ardhur deri te një pikë ku edhe nuk mujnë as me i ble derivatet e naftës, nuk mujnë as me i pagu punëtorët e vetë, e në të njëjtën kohë pra nuk mujnë me i shërby qytetarët tonë, fëmijët tonë, të moshuarit tonë. Si rezultat, në anën tjetër, prap, po them, shërbimet sociale nuk mujnë me i kry. Si rezultat i tekeve të zyrtarëve atje të ministrit në detyrë për me najnal të hyrat vetanake edhe për me i përdorë për fat të keq në çështje puro politike. Unë po them, jam bashkëpunues, nuk maj nate, ju lutem, zgjedhjet lokale tash kanë hecë, nuk i kemi ma, të bëhemi të bashkëpunojmë për të mirën e qytetarëve të kryeqytetit. Prandaj i ftoj të gjitha partitë, të gjithë zyrtarët e çfarëdo partie, që ne duhet së bashku të punojmë për qytetarët e kryeqytetit. Pra, t'i lejmë këto mendësi shkatruese, large anash, zgjedhjet janë kry tashmë. Absolutisht, ne çka kemi në dorë, i kemi bo. Pikërisht. Dhe fatkeqësisht po vjen në dorën e anës politike. Për fat të keq. Ne për këtë arsye dhe kemi tregu kallëzim penal ndaj ministrit në detyrë dhe 3 zyrtarëve, që jashtëligjshëm po i bllokojnë të hyrat vetanake të kryeqytetit. Pra jashtëligjshëm, nuk kanë asnjë arsye, nuk kanë asnjë pikë bazë ligjore për me i mbajt këto 35 milion të bllokuar. Ka pak në shpresë që keni më marrë vesh në zgjidhje, ka më rregulluar. Unë po them edhe po i kërkoj se ndoshta këtë e kanë bërë për çështje politike. Dini që krejt buxhetin e kanë bllokuar për çështje puro politike. Po tash zgjedhjet janë kry, zgjedhjet lokale kanë përfundu, unë jam kryetari i kryeqytetit edhe po them, inate nuk mbaj, prandaj i ftoj të gjitha partitë, vetë vendosjen e të gjitha të tjera të bashkëpunojmë, të punojmë së bashku, sepse jemi të zgjedhur prej qytetarëve. Qytetarët kanë votuar për zhvillim, jo për bllokim. Edhe këto, po them, duhet të përgjigjen zyrtarët edhe ministrat të cilat e keq përdorin pozicionin e tyre jashtëligjshëm. E kjo çka po ndodh është totalisht jashtëligjore. As pa ndonjë zgjidhje të përkohshme prej komunës derisa të rregullohet. Çka për shembull? Po, marr parasysh për shkak të transportit publik ka shumë njerëz që shfrytëzojnë për me shku në punë. Po tregom çka? Që nëse komuna i ka 0 euro në konto, edhe tash që 5-6 muaj janë të punu edhe transporti urban, edhe këta pa pare, pa pagesa, edhe janë met edhe ata pa pagesa. Cila është zgjidhja? Kur dikush jo jashtëligjshëm i bllokon fondet tona. Domethënë ne i kemi fondet. I kemi fondet, aty janë. Edhe të gjitha këto kompani veprojnë ashtu në mënyrën më të mirë të mundur edhe në aspektin të shërbimeve të qytetarëve, edhe në aspektin biznesor, pra janë profitabile, po ja që ne s'kemi fonde me ja pagu borxhet që kemi aty, ne për arsye se ministrit në detyrë edhe zyrtarëve aty që janë yteket për me i blloku fondet tona. Pra 35 milion i kemi aty. Faktura tona në total sot, për shembull, janë më pak se 32 milion, edhe na sot di kishim pagu të gjithë, s'kishim pas asnjë problem. Kishim vazhdu me të hyra vetanake, me i pagu të gjitha këta operator me siguru shërbime edhe më të mira, çdo ditë më mirë, sikurse që kemi bo edhe reformimin e transportit publik për të mirën e qytetarëve, po këta që i bllokojnë. Domethënë ti nalin krejt pare, ti nalin krejt fondet. Kanë kalu tash, janë kry zgjedhjet. Përveç nëse ndoshta i përdorin tash edhe për zgjedhje nacionale.